Si të krijoni reklamën tuaj të parë në Ads Manager në vetëm 5 minuta. Hapi i parë që duhet të bëjmë është të shkojmë në Google dhe të shkruajmë Ads Manager. Pasi kemi shkruar të na shfaqet Meta Ads Manager, e cila mund të klikojmë. Është shumë e rëndësishme që të keni të lidhur me Facebookun ose me një fan page për të pasur një akses sa më të mirë në reklamat tuaja. Pasi të kemi klikuar, do na shfaqet faqja këtu. Dhe këtu duhet të zgjedhim se në cilin biznes portofolio dëshirojmë të krijojmë reklamën tonë. Pasi e kemi zgjedhur se në cilin biznes portofolio duam, duhet të shtypim te butoni Create, e cili është me jeshile dhe do na shfaqen 6 objektivat e reklamës. E para ka të bëjë me awareness, e cila përdoret zakonisht për reach, për video views, por edhe për brendet e reja të cilën dua të marrin sa më shumë video views. E dyta ka të bëjë me trafik, kur përdorni zakonisht trafik për të çuar klientët tuaj në website, landing page, por edhe në Facebook profile ose Instagram profile. E treta ka të bëjë me engagement, e cila është një mix që mund të merrni edhe followers, edhe komente, por edhe mesazhe. Më pas kemi leads, e cila përdoret edhe për website-et, por edhe me instant forms, duke përcuar të dhëna. Kemi app promotion, e cila përdoret për aplikacionet që duan të futen të reja. Dhe gjashta, e cila është më kryesore, e cila është sales. Sales përdoret zakonisht për të marrë sa më shumë klient në website-in tuaj dhe për të blerë nga ty, dhe preferohet më shumë nga e-commerce bizneset të cilat dëshirojnë që klientët të porosisin dhe të blejnë online, por sigurisht edhe për të marrë mesazhe në WhatsApp. Sot do ju tregojmë një shembull real me sales. Atëherë, fushata është përbërë nga 3 shkallë. Shkalla e parë është të krijojmë emrin e fushatës, duke vendosur si fillim test 4. Më pas, do të zgjedhim se cilin buxhet neve duam të krijojmë. Pra, kemi 2 opsione këtu. Kemi fushatën e buxhetit ose të vendosim fushatën për ad set budget, të cilën neve do ta zgjedhim, dhe kemi special ad kategorisë. Nëse ju i përkisni një prej këtyre kategorive, duhet ta zgjidhni atë, por që do të flasim në një video tjetër për këtë. Më pas, do të shtypim next dhe do të shkojmë në shkallën e dytë të krijimit të fushatës, e cila është një nga më kryesoret. Tu në mund të zgjedhim se ku dëshironi që të merrni kontaktet tuaja, pra keni shumë opsione. E para është në website, pra ata mund të blejnë ose të porosisin direkt nga website-i, mund të shkruajnë në WhatsApp ose të telefonojnë aty ose në anë të Instagramit. Më pas mund të zgjedhim se shumën e buxhetit që dëshironi të vendosni, e cila është opsionale, dhe sa ditë dëshironi që ta lini reklamën tuaj aktive. Pas kësaj, ju do vendosni se në cilin lokacion dëshironi që fushata juaj të shfaqet, moshën e saj dhe sigurisht dhe gjinin. Pasi ta keni bërë këtë, do kaloni në hapin e fundit, e cila është placement, që duhet të zgjidhni ku duhet të shfaqet reklama juaj, Facebook ose Instagram. Tu ndodhim në fazën e fundit, e cila ka të bëjë me krijimin e reklamës tuaj. Pra, dëshironi që reklamën ta krijoni në mënyrë automatike ose dëshironi të zgjidhni një post për të krijuar këtë reklamë. Pasi ta bëni këtë, ju mund të vendosni dhe numrin e telefonit ose një mesazh automatik për persona që do ju shkruajnë, dhe pasi keni bërë këtë, klikoni publish. Pasi ta keni bërë publish reklamën tuaj, si fillim do ju dali processing dhe më pas aktive, që do të thotë që reklama është okay.